Sigurisht, tema kryesore e këtyre 2 javëve është protesta e qytetarëve shqiptar, e të rive, një protestë e cila nuk dim kush organizon, si organizohet, nuk ka një platformë politike, nuk ka një grup që tregoj se çfarë programi ka, ose çfarë kërkojnë. Unë nis për një incident, kemi diskutuar një incident shumë i rënd që ndodhi me tërheqjen zvarrt një protestuesi dhe rrethimi, rrethimi asaj zone me tela me gjëmba sikur të ishte burg, nuk është fare e normale dhe e rregullt. Pastaj mos thym ka ato të tjera që kush janë këta që hyn deri në det, rrethojnë edhe detin. Por megjithatë është shteti, qeveria, drejtoria përgjithësme e policisë i mori masat, shkarkoi gjithë zinxhirin e policëve dhe shefi i policisë Vlorës po ashtu u arrestuan edhe 2 protestues, u arrestuan ato rojet e firmës private dhe ju hoq licenca e sigurimit të 2 firmave. Sigurisht kjo protest ka kalu jo vetëm Shqipërinë, po tashmë e çuditshme ka kaluar në kanalet e ndryshme europiane dhe ato amerikane. Jep CNN-i, e kanë quajtur revolucioni, japin RAI, japin ZDF-ja, japin pothuaj gjithë kanalet protestën që po bëhet në Shqipëri. Dhe ka kaluar edhe rëndësinë e kanalit Hormuzit, ku është e gjithë kriza botërore që ka krijuar kanali Hormuzit me pengimin që i bëhet naftës dhe lufta me Iranin. Megjithatë, një gjë duhet përgëzu qytetare në këtë protestë, që nuk ka pas asnjë incident dhe kanë qenë tepër paqësor. Pastaj po të hym ke gjua që përdoret, ke parrullat që hidhen, aty unë nuk mendoj që ka qytetari. Biles në shumë raste ka qenë një fjalor i nivelit ndje keq ta them, po uroj që të jetë e pakët dhe mos përsëritet më i nivelit burgaxhive xhepist.